Të gjithë ju të Shenjës së Peshorës, mirë se erdhët në leximin e radhës. Të fillojmë me atë aktuale si jeni tani, apo ku jeni tani. Shikoni këtë letër me kujdes, mbi ngarkesë mendore. Sigur të filloni javën apo do vazhdoni javën me një mendje të lodhur. Po analizon aq shumë, po mendon aq shumë, po shqetësohesh për skenar që nuk ka ndodhur. Që shumica nga këto skenar nuk ka të bëj fare me jetën tënde, apo nuk do ndodhin kurrë. Kjo letër të thotë, nuk ke nevojë për më shumë mendime. Ke nevojë për më shumë në qartësi. Të seleksionosh, të dashur peshor, të seleksionosh, jeni duke e mbi ngarkuar veten e juaj jashtë mase. Çfarë e shkakton këtë pra? Iluzioni i mbrëmshëm brenda jush. Këtu shfaqet një realitet i thjesht. Disa nga gjërat që të shqetësojnë janë më shumë, pra siç e thash, që s'kan të bëjnë me ju, imagjinatë se sa fakte. Që mund të jenë keq kuptime në marrëdhënie, frikë për të ardhmen, një ndjenjë se diçka s'është në rregull edhe pse nuk ka prova. Pra praktikisht do thosha mos u merr apo mos e merr çdo mendim si të vërtet. Pyet, sqaro, verifiko para se të reagosh apo para se të ngarkosh kokën me gjithë këto gjëra që vërtet do ju lodhësh terroj dhe venit. Dhe arsyeja që s'ka asgjë. Ngjarja e javës është kulla, ndryshe shkundja, zgjimi, ngjarje të papritura. Kjo javë do sjell momente të forta realiteti. Ku mund të jetë një bisedë që të hap syt, një vendim që do detyron të ndryshosh kurs, ose një situatë që të detyron të ndalosh dhe të rishikosh prioritetet. Kjo absolutisht nuk është negative, është kthesa, shkundja, zgjimi, çlirimi, quani si ta doni, që keni nevojë. Fokus te vetja dhe vërtet të dashur peshorë, sidomos në këtë lexim, keni nevojë për një fokus të veçantë. Në fund ta them të javës apo këtij problemi, nuk do të kesh më nevojë për komente, diskutime apo validim. Ti do hysh në një fazë më të qartë, më të qetë, më e fokusuar në veten dhe rrugën tënde apo është këshilla që ju kërkohet. Kjo nuk është vetmi emocionale, është hapësirë për qetësuar, pushuar, hequr, larguar dhe gjitha këto mbi ngarkesa në mendjen, kokën e juaj. Nëse gjithë kjo ka të bëjë me punë dhe para të dashur, punë dhe para, mos bëj vendime kur je e ngarkuar. Priti faktet, pastaj vendos. Një surprizë ose ndryshim del në shesh për të që do t'ju ndihmojnë në fakt, që do t'ju ndihmojnë të qartësohesh. Nëse ka leximi të bëj me dashuri, në këtë lidhje duhet bisede hapur, jo supozime. Gjithë këto mendime, gjithë këto buron nga diçka dhe flisni hapur që ta kuptoj personin se ku po gjendesh. Nëse jeni vetëm, ndjen një shkëputje një shkëputje, ta them, nga dikush që nuk, apo të shëndetshme, do largohesh nga dikush që nuk po të jep përgjigje të qarta. Mesazhi gjithë kësaj është mos u frikson nga e vërteta. E vërteta të liron nga gjithë këto iluzione apo teprica mbi ngarkesa në kokën e juaj. Kjo javë pastron mendjen, thyen iluzionet dhe të rikthen në veten tënde me qartësi dhe kontroll të plot.